Prej seneve tjera që se prishin agjerimin, pak e kena përmend, po e ripërmend në veç pak, është edhe ajo që nëse njoni shkon dhe e gryn dhamin e tij, don me mbush dhamin e tij, shkon edhe e gryn te mjeku, atëherë kjo nuk ja prish agjerimin e tij. Ose e hek te mjeku i dhëmbëve, e hek në dhëm qoftë të përpashëm ose dhëmballë që të dhëm të mëdhaj, cilin do që e hek nuk ja prish agjerimin. Ose ndonjoni është mësu që s'mundet me kalu ditën pa i pastru dhëmbët. Ose nëse si pastron dhëmbët në mëngjes, atëherë ka mundësi ai nuk mund e bën shumë aromën e gojës që mundet me i rrjedh atij. Edhe qohet në mëngjes, edhe pse është agjerueshëm, e merr ato kalladonta që janë, e kanë jam më dësh, që kemë kujtu, edhe e qetë në brushen e tij, edhe i lanë dhëmbët, vetëm se mos ta gëlltit ujin edhe atë kalladontin, për ndryshe nuk prishet abdesi. Ose njoni për shembull s'përdor kësi hiç. Nuk prishet agjerimi. Nuk prishet agjerimi, ose njoni si përdor qitu hiç, por i përdor veç misfakun, duke qenë agjerueshëm. Edhe kjo, misfaku nuk ja prish agjerimin, nuk ja prish agjerimin e tij, vetëm se dietarët kanë thonë të qituk, që po flitet, qoftë me gry dhombin, qoftë me i la dhëmbët, ose të mjek me i la dhëmbët që i bën një larje pak më të madhe, ose ti me brushën tënde që i la në shtëpinë tënde, vetëm se kanë thonë me kon shumë të kujdesshëm që mos me të shku lëngo uje, mos me të shku të poshtë në fytë këtu. Përpiqesh në maksimum që me nxjerr ato kërrejt që ka si ujin dhe ato çana tjera prej gojës.